Dashi. Ditë e re sjell energji të freskëta dhe mundësi për të rifituar harmoninë. Në dashuri, ndjenjat e sinqerta kërkojnë kohë dhe kujdes, shpreh emocionet me një qëndrim të hapur. Nëse keni menduar të bëni një hap të guximshëm në karrierë, është momenti për t'i kushtuar vëmendje detajeve që do t'ju sjellin sukses. Financat kërkojnë durim, vendimet e mençura sot do të sjellin stabilitet të ardhshëm. Për të ruajtur ekuilibrin emocional, kaloni kohë me natyrë ose meditoni për të qetësuar mendjen. Mbani hapin drejt qëllimeve tuaja, por mos harroni të kaloni kohë me miq që ju japin kënaqësi. Yjet ju japin dritë për të ndriçuar rrugën tuaj, duke sjellë qetësi dhe optimizëm. Hidhni hapin me besim. Demi. Sot universi të dhuron një ditë plot ngjyra dhe mundësi të reja. Në dashuri, është koha të dëgjosh dhe të kuptosh më mirë partnerin tënd, përpiqu të gjesh një rrugë të përbashkët për të ecur përpara. Në frontin profesional, idetë tua do të ndriçojnë dhe do të fitosh njohjen e merituar nga kolegët. Kujdes në financat, mbaj një ekuilibër mes shpenzimeve dhe kursimeve për të shmangur surprizat e pakëndshme. Gjithashtu, mos harro të kujdesesh për veten. Një shëtitje në natyrë do të ndihmojë të gjesh paqen e brendshme. Shijoje momentin dhe mbushu me energjinë pozitive që të rrethon sot. Ndjehu i falënderuar për gjithçka që ke dhe për atë që do të vijë. Binjakët, sot universi të fton të zhytesh në energjinë e re. Një bisedë e rastësishme mund të kthehet në një lidhje të thellë emocionale, ndaj hap zemrën për të papriturat. Në punë, një sfidë e vogël do të shndërrohet në një mundësi të ardhur për të treguar talentin tënd. Kujdesu për detajet dhe do të shkëlqesh. Financiarisht, një vendim i menduar mirë do të sjellë qetësi dhe stabilitet. Shmang shpenzimet impulsive dhe përqendrohu te prioritetet. Sot do të ndihesh i mbushur me ndjeshmëri dhe kreativitet. Përdore këtë energji për të përmbushur një projekt personal ose artistik. Përqafimi i natyrës do të freskojë shpirtin. Bëhu i hapur ndaj çdo mundësie dhe lejoje fantazinë të fluturojë lart. Zëri jot i brendshëm është fudërrëfyesi më i mirë sot. Daforia. Në këtë ditë, zemra jote do të kërkojë ndjeshmëri dhe harmonizim. Është koha e duhur për të forcuar lidhjet emocionale me ata që do në dashuri. Miqësia e qetë dhe e sinqertë do të hap rrugë për mirëkuptimin më të thellë. Në frontin profesional, mos hezito të shprehësh idetë tua. Kreativiteti jot do të vlerësohet dhe mund të sjellë mundësi të reja. Kujdes me financat, një shpenzim i paplanifikuar mund të luhat. Ndaj, bëj kujdes me buxhetin tënd dhe planifiko me mençuri. Ndjenja e përgjithshme do të jetë e mbushur me një ndriçim të brendshëm. Meditimi ose pak kohë vetmie do t'ju ndihmojë të ktheheni në ekuilibër. Kujdesu për veten dhe mos harro të ndriçosh rrugën e të tjerëve. Luani. E sotmja është dita për të ndriçuar me vetbesim. Nëse ndjeni sikur jeni përballë një pengese në punë, shikoni drejt ndërveprimeve të reja. Kreativiteti juaj është qelësi për të zgjidhur sfidat e mundshme. Në çështje të zemrës, është e rëndësishme të qëndroni të hapur dhe të sinqertë. Një bisedë e qetë me partnerin tuaj mund të hapë dyrë të reja mirëkuptimi. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe qëndroni në buxhet. Sot shijoni momente të vogla dhe reflektoni mbi arritjet tuaja. Energji pozitive dhe rreth jush, ndaj kushtojini vëmendje ndjesive të brendshme. Ndonjëherë është e rëndësishme të dëgjoni intuitën tuaj dhe të lejoni universin të ju drejtojë. Birgjëresha. Sot ndihesh i mbushur me energji të reja dhe gati të përballosh çdo sfidë që vjen. Në punë do të ndihesh i përqendruar dhe produktiv. Është koha e duhur për të mbaruar detyrat të mbetura pezull. Nëse ke ndonjë projekt të madh, mund ta fillosh me besim. Sa i përket financave, shfaqet një mundësi për të përmirësuar situatën tënde ekonomike, ndoshta përmes një investimi të vogël. Në dashuri, bisedat e hapura dhe sinqerisht të ndjera me partnerin do të sjellin afërsi më të madhe. Nëse je i vetëm, një takim i papritur mund të ndezë gnacione të reja. Gjatë ditës, gjeje kohën për të reflektuar mbi ëndrat e tua personale. Ndiq intuitën, ajo është fudërrëfyesja jote më e mirë. Dëshorja. Sot, zemra të rah në ritmin e një melodie të bukur dhe të qetë. Një ndjenjë e ëmbël afërsie të rrethon, duke të dhuruar momente të këndshme me njerëzit e dashur. Mos e nënvlerëso fuqinë e një buzëqeshjeje, sidomos në situatat e tensionuara në punë. Aftësia jote për të sjellë harmoni do të vlerësohet më shumë se kurrë. Financat mund të kërkojnë një vëmendje shtesë, është koha të mendosh për investime afatgjata. Kujdesu që të mos humbësh balancën mes shpenzimeve dhe kursimeve. Në mbrëmje, lëshoje veten në një atmosferë relaksuese, ndoshta me një libër të mirë. Kujdes për shëndetin mendor, duke u fokusuar në momentet e tanishme dhe duke medituar.
Sot, lejoje veten të ndjesh magjinë e çdo çasti. Akrepi. Sot është dita për të vlerësuar ndjenjat dhe lidhjet e tua. Nëse ke qenë duke menduar për të bërë një hap të rëndësishëm në dashuri, të folurit hapur do të krijojë intimitet më të madh. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet papritmas, por mos u nxitë të marrësh vendime të shpejta. Mendo mirë dhe peshën e opsioneve që ke përpara. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme, shmang shpenzimet e panevojshme dhe përpiqu të kursesh pak për të ardhmen. Energjia jote sot është e ndritshme dhe e mbushur me pasion. Përdore atë për të ndjekur ëndrat e tua me guxim. Një mbrëmje e qetë dhe reflektive mund të sjellë paqe të brendshme. Kujdesu për veten dhe gjej kohë për të medituar mbi qëllimet e tua. Shigjetari. Në këtë ditë të nëntorit, ndjenjat e ngrohta do të mbushin zemrën. Afrohuni më shumë me ata që doni dhe kërkoni të kuptoni botën e tyre të brendshme. Në punë është momenti për të treguar aftësitë tuaja organizative. Një projekt i ri mund të kërkojë vëmendjen tuaj të plotë, por do t'ju sjellë kënaqësi të madhe. Financiarisht, keni kujdes në shpenzimet impulsive dhe përpiquni të kurseni për ditë më të pasigurta. Energjia juaj pozitive do të jetë magnetike dhe do të tërheqë njerëz që ndajnë të njëjtin entuziazëm. Merrni kohë për të medituar dhe për të dëgjuar zemrën tuaj, udhëzimet e saj janë gjithmonë të sakta. Kujdesuni për shëndetin duke u përqendruar në një dietë të ekuilibruar dhe aktivitet fizik. Britsjapi. Sot, një ndjenjë e thellë qetësie do të përshkojë. Në punë, përqendrohu në detajet e vogla, pasi ato do të bëjnë diferencën. Kolegët do të vlerësojnë përkushtimin dhe durimin tënd. Në aspektin financiar, bëhu i kujdesshëm me shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Një shëtitje në natyrë mund të të ndihmojë të qetësosh mendjen dhe të rigjesh balancën e brendshme. Sot është dita e përshtatshme për të lidhur thellë me partnerin. Bisedat e zemrës do të thellojnë lidhjet dhe do të sjellin një kuptim të ri në marrëdhënien tuaj. Nëse je beqar, mbaj zemrën hapur. Një takim i papritur mund të sjellë një person të veçantë në jetën tënde. Lejoje veten të ëndërrosh dhe të shijosh momentet e vogla. Ujori. Gjatë kësaj dite, një energji e re do të mbush shpirtin me optimizëm dhe entuziazëm. Mund të hasni mundësi të papritura në punë që do të kërkojnë vendime të shpejta, ndaj tregoni vendosmëri. Është koha e duhur për të filluar planifikimin e një projekti të ri ose për të ristrukturuar diçka që ka nevojë për përmirësim. Në aspektin financiar, ruani qetësinë dhe mos bëni shpenzime impulsive, pasi qëndrimi i kujdesshëm do t'ju shpërblejë. Në fushën e dashurisë, një bisedë e thellë me partnerin do të sjellë mirëkuptim të ri dhe do të forcojë lidhjen tuaj. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat dhe të dëgjoni me zemër të hapur. Relaksohuni mbrëmjes me muzikë të butë dhe meditoni për të qetësuar mendjen. Peshqit. Sot qielli ngjyroset me ngjyra të buta dhe sjell me vete një frymë të re të qetësisë. Një mundësi për t'u afruar me dikë që e keni afër mund të ndodhë papritur, prandaj hidhni një hap të guximshëm. Në punë, energjia juaj kreative shfaqet me fuqi, përdoreni këtë për të zgjidhur sfidat që janë shfaqur së fundmi. Financat janë në një kohë për të menduar për të ardhmen dhe për të planifikuar me kujdes. Shmangni shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohuni në kursime. Nëse ndjeni një trishtim të vogël, dilni për një shëtitje të gjatë ose dëgjoni muzikë që ju ngroh zemrën. Ndjeni harmoninë në detajet e vogla të ditës dhe lejoni veten të ndjeni të përmbushur nga momentet e thjeshta.